Nga zgjedhjet parlamentare të Giro d'Italia dhe zgjedhja e Papës së ri, për çfarë kanë kërkuar më shumë shqiptarët në Google përgjatë këtij muaji? I ftuar në studio për të folur rreth kësaj teme ishte eksperti IT Tomi Kallanxhi, i cili zbuloi se KQZ dhe rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit mbajnë vendet e para si më të kërkuara në Google nga shqiptarët. Vendin e parë ZKQZ, vendin e dytë rezultatet. Më pas janë prap rezultatet, por kësaj radhe me një fjali tjetër që është rezultatet e zgjedhjeve 2025. Në vendin e katërt, rrugët e bllokuara sepse ishte e vështirë ato ditë. Më pas vjen Giro d'Italia dhe një fjalë tjetër është Eurovision Finalia, tha Kallanxhi. Sipas ekspertit IT-s, qytetet më të interesuara për zgjedhje janë Lezhë në vendin e parë, Korça në vendin e dytë, Dibra në vendin e tretë, në vendin e katërt, Kuksi, në vendin e pestë, Fieri, Berati, Shkodra, Elbasani, Gjirokastra. Tirana është e treta nga fundi, Durrësi është i parafundit dhe në fund Vlora. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.